nonës, babës, motrës, femnës, vllaut, kujt do të që i ke botë? Dhurata më e shtrejt që se kom bo është nonës, që kom lënë telefon për ditëlindje. Do të thonë kjo është dhurata më e shtrejtë dhe më e mirë, apo besoj që e ka gëzu? Po. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit. Ju që faloni? Mirë, faleminderit. Jemi prej emisioni 05, prej nga je? Prej Ferizovit, këtu, në rrethim. Në rregull, jam sot në sheshin e Ferizajt për pyetjen. Cila është dhurata më e mirë ose më me vlerë që ja ke bë dikujt? Thëm dikujt, mundet më konë prindit, nonës, babës, motrës, femnës, vllaut, kujt do të që i ke bë? Dhurata më e shtrejt që se kom bo është nonës, që kom lënë telefon për ditëlindje. Do të thonë kjo është dhurata më e shtrejtë dhe më e mirë, apo besoj që e ka gëzu? Po. Dhurata tjera s'po do me pole veç uve nonën, po besoj që Tjas. Po. Faleminderit. Në rregull. Shumë faleminderit shumë dole. Faleminderit juve, kalofshi mirë. Faleminderit, ciao.